Kuvendi i Kosovës është mbledhur sot në një seancë solemne për nder të 18 vjetorit të pavarësisë. Në këtë seancë mbajtën fjalën e rastit presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj dhe kryeministri i vendit Albin Kurti. Më pas u mbajt parada e trupave të forcave të sigurisë së Kosovës dhe policisë së Kosovës në nder të 18 vjetorit të ditës së pavarësisë. Kjo ceremoni mbahet çdo vit në shenjë nderimi të kësaj dite të shenjtë për mbar kombin shqiptar. Aktiviteti përmbyllet në mbrëmje me pritjen shtetërore të organizuar nga presidentja, kryetari i Kuvendit dhe kryeministri i Kosovës në orën 17:30, ndërsa në orën 20 do të mbahet konferenca solemne me Filharmoninë e Kosovës. 18 vjetori i pavarësisë vjen në një kohë sfidash dhe aspiratash për integrim euroatlantik, ndërsa mesazhet e kësaj dite pritet të theksojnë unitetin, kujtesën historike dhe përkushtimin për forcimin e shtetit të Kosovës.